Jemi direkt nga selia e subjektit politik PDKRL, pra udhëheqës i cili ishte Ramiz Ladrovci këtu, sapo ka filluar festa, megjithëse zyrtarët e saj partie në komunikim e sipër na treguan që janë duke fillimisht duke u referuar disa sondazheve të cilat e qesin këtë parti me 48% si partia e parë në këtë zgjedhje, pra përkundër që ky rezultati vendos në një balotazh këtë komunë, këtu ndërsa se ka filluar festa, policia e Kosovës aktualisht është duke intervenuar në mënyrë që rrugat mos bllokohet për shkak të veturave të shumta të cilat edhe po bëjnë lëvizje të pakoordinuara, pra pe cilëve që kanë dalë edhe nga dritarët e veturave. Më herët u hodhën edhe fishek zjarre derisa qytetarët kanë mbledhur shumë qysh brenda selis, po ashtu edhe jashtë saj, pra me thirrje për si thuan ata fitore në këtë zgjedhje, ndërkaq më herët ishim të pranishëm edhe pranë selisë PDK-s, por se atje ishte diçka më qetë pak në kohën kur ishim ne para 15 minutave, pra nuk kemi parë ende atje fest. Nga komunikimi që kemi pasur, tash kalojmë sërish tek PDKRL me nënkretar të këtij subjekti politik, na kanë thënë që janë të bindur për fitoren e këtyre zgjedhjeve, pra me së paku 48 presje 26% me sa na kanë komunikuar më herët. Nga ky subjekt politik, pra pritet që dalë disa minuta më vonë me një deklaratë për media edhe kryetari i saj Ramiz Ladrovci. Pra mbesi ju lëmë pamje të kësaj feste këtu tek PDKRL për të lidhur më pastaj se nëse keni pyetje tjera në vazhdim.